Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën e politikës të mbi gjitha të sigurisë në rajonin tonë, në Kosovë, atë që po ndodh gjithmonë dhe që janë syt nga Serbia me protestat në muajt e fundit, me devijimin e vëmendjes se po tenton Vučićin në disa mënyra, me deklaratat e sotme, me shërbimin për shërbim, me shërbimin informativ, lëvizjet dhe gjithçka tjetër me njohësin mjaft të mirë të çështjeve të sigurisë, zoti Murat Makolli. Pra do të shkojmë në Gjermani për ta bërë këtë lidhje. Zoti Makolli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit. Duket se momenti që po vim nga vera dhe sikur vijojnë dhe pushimet e gjërat qetësohen, kemi ndeshjen me Serbinë në 7 orë në Tiranë dhe Vučići sot ka bërë një deklaratë që i ka hedhur pak benzinë zjarrit, ka futur dhe nacionalizmin në këtë ndeshje, pra ka futur politikën në sport. Ka deklaruar që shkonin poshteni ata. Pra, jo mundini, po poshteni. Pra, edhe nga terminologjia, nga fjalët e zgjedhura, edhe ndërhyrja në këtë ndeshje, pra presim që të paktën shërbimet sekrete janë në punë për të parandaluar ndoshta. Ju si e shikoni, si funksionon domethënë në këto raste? A mund të kemi tensione? Presidenti serb Don Vučić, Aleksandar Vučić, si shkon parë edhe sot ka bërë një thirrje të tillë që të poshtë në janë tonë që të luajnë në kombëtarën tonë shqiptare. Por mendoj që kjo nuk është pjesë e sportit, thirrja tina, kjo ka të bëjë me atë se çfarë i ka bërë Edi Rama vite më parë në Beograd. Duke qujtur që Kosova është e pavarur dhe ka përfunduar çdo gjë rreth Kosovës. Dhe një gjë e tillë sot si një lloj karremi e përdor edhe Vučići që shkon edhe më poshtë domethënë lojtarët shqiptar. Mund të them që populli shqiptar nuk mposhtet me lojra sportive. Këto duhet ta dinë, po realisht kemi tendencë që shërbimeve sekrete cilët e përdor Vučići për interesat veta, kemi tendencë që mund të ketë edhe sulme ndaj apo ekscese gjatë kohës së lojës. Por besoj që populli shqiptar e kupton fort mirë se çfarë ka dëshiruar Aleksandar Vučić dhe ne do t'i presim në mënyrë sportive dhe jo me mënyrë luftarake. Mbaret prej simpatizantëve tyne se si do të cilën besoj në Shqipëri, konkretisht në Tiranë, dhe çfarë do të sjellin ata me veti. Unë besoj që shërbimi informativ i Shqipërisë ka një rol kyç në këtë rast dhe besoj që shumë gjëra duhet t'i përfundon para lojës për shkak se tendenca është shumë e madhe që të ketë edhe një lloj konflikti aty nga simpatizuesit serb, duke kuptuar që thirrjet e tyre raciste që ka përdorur në shtete tjera, besoj që në Tiranë nuk mund t'i përdorin. Dhe këtu është ajo pika ndese në mes. Pra ju mendoni që nuk duhet bim prej provokimeve që nisen nga sot? Absolut, unë mendoj që populli shqiptar din të pret edhe armikun edhe mikun. Nëse do të cilën si simpatizues sportist, atëherë nuk besoj që nuk do të kemi probleme në Tiranë, por në momentet që krijohet ajo të cilën vetëm ne e kemi parë si njohës të sigurisë që jemi, është tendencë që të krijon që Shqipëria mbaret nga kriminal dhe jo nga sportist, dhe është si tendencë realisht edhe si pasqyrë që për Bashkimin Evropian. Shqipëria është afër hyrjes në Bashkimin Evropian dhe kjo mund të dëmtoj Shqipërinë në rast që kemi ndonjë incident për mosave
më të mëdha. Dhe besoj që forcat policisë të Republikës Shqipërisë, Shërbimi Informativ i Shqipërisë duhen marrë masat adekuate për izoluar në rast ndonjë incidenti akter të ndonjë prishje dhe randi qetësisë apo diçka tjetër. Duhet të kemi kujdes me ato thirrje që do të bëhen, mendoj që do të bëhen në stadionin e Tiranës, që më stafa, por ne do të jemi ata që ti tregojmë që ne jemi sportistë dhe në sport nuk kemi çështje nacionale, apo çështje të cilat luajnë rol politike, por ne luajmë futboll dhe nuk kemi akter politik në futboll. Zoti Makolli, po si shikoni edhe punën e shërbimit sekret serb në Kosovë dhe në Shqipëri, ndërhyrjet, influencat, tentativat, edhe si kemi përballuar ne? Unë mendoj që Shërbimi Informativ i Shqipërisë dhe OKI duhet bashkëpunojnë më shumë në mes veti, sepse nuk është puna që tani më Shërbimi Sekret Serb realisht peshkon në tokat tona shqiptare. Shërbimi Sekret Serb çdo herë ka qenë duke peshkuar në territorin e Shqipërisë, që nga viteve shumë më hershme, që nga monarkia, apo më thëmë edhe më herë në kohën e komunizmit dhe më pastaj në kohën e demokracisë dhe në kohën e tashme. Por besoj që Kosova ka një agjencion shërbimit sekret, dhe Shqipëria ka shërbimin informativ kombëtar ose SHISH, si shuhet, dhe mendoj që duhet të bashkëpunojnë, sipas mendimit tim personal, bashkëpunimi momentalisht mes SHISH dhe OKI-s me duket pak se është i zbehur, por unë mendoj që këto ngrirje apo ngrirca duhet të heken dhe të fillojnë bashkëpunojnë në mënyrë direkte, pa kur farë pengesa, sepse ne jemi një kombë dhe nuk kemi që çfarë të fitojmë apo çfarë të humbim nga njëri tjetri, por kemi çfarë të fitojmë nga ata të cilët na sulmojnë. Ka tentativa të dukshme në rast të këtyre sulmeve që mund përgatiten, pra ku po rre Shërbimi Sekret Serb? Çfarë mendoni ju nga indicie, informacione, me deduksion? Ku po tenton? Tentimi i Shërbimit Sekret Serb është, thash edhe më herët, kthimi i asajna se çfarë i ka ndodhur në Beograd nga kryeministri jon Edi Rama, në fjalimin e tij para gazetarëve. Dhe tendenca e dytë është që Shqipëria të paraqitet si një shtet të cilët nuk është sportiv, por është kriminal. Kjo është tendencë, Shqipëria është të uhesë në hapa shumë madhor drejt Bashkimit Evropian dhe Serbia ka stagnu për shkak se Serbia është në një lloj mbikëqyrje nga Bashkimi Evropian, kur Aleksandar Vučić ka marrë pjesë dihet edhe në Rusi, në atë cilët shohin si fitoria e ushtrisë kuqe, dhe tani më Shqipëria është lideri kryesor i Bashkimit Evropian në Ballkan. Dhe këtë dëshirojnë Shërbimi Sekret Serb, këtë dëshirojnë ta zbehin dhe këtë dëshirojnë ta hekin nga lideri dhe të paraqitet si populli shqiptar dhe të paraqitet si kriminal dhe jo sportiv. Ju keni artikuluar edhe një test të Shërbimit Sekret që e lidhi me futjen e lëndëve narkotike në Shqipëri e në Kosovë. Po, është shumë e vërtet që Shërbimi Sekret Serb përveç pjesës të radikalizmit islamik që ka financuar në masë shumë të madhe, miliona, mos thojmë miliard, që ka investuar, tani më sipas disa pikave të informacionit, kem që Shërbimi Sekret Serb
bashkarisht atë ceki me atë shërbimin sekret FSB-n ruse ka parapo edhe një lloj financimi tjetër, të cilën është shumë i domshëm për rinin ton edhe për gjithë kombin shqiptar, cili është ai pjesës së drogave të ndryshme, që futjes në territorin e Kosovës dhe futjen e drogave në territorin e Shqipërisë gjatë sezonit së verës, kur kemi flugin më të madh të turistëve, futjen e tyre dhe ardhen e diasporës tonë, mërgatës tonë nga jashtë, dhe ata kanë paraporë që çdo gjë të bajnë dhe çdo gjë të financohet, të jepën sa dojnë njerëz të cilët janë narko, që mirën me narkotizëm dhe pa pagesë të mirën droga ndryshme dhe të shpërndahen tek rinia jonë, që unë mendoj është shumë e gabueshme. Qëllimi kush është qëllimi final i kësaj? Qëllimi final i kësaj është thjesht të infektohet rinia shqiptare, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Dhe cila është, mendoj që këto dy shtete, që është një kombë, kanë rinin më të pastër, edhe pse tash në vitet e fundit kemi pa që narkot të mirën me punë kriminale kanë bërë punën e tyre edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, që disa nga të rinj të infektohen me këto lloj drogave. Dhe unë mendoj po ashtu që shërbimi sekret i Shqipërisë edhe AKI-ja, për atë arsye thashë pak më herët që duhet të bashkëpunojnë, të shkrihen ato akunoja që kanë krijuar me vetvete, të bashkëpunojnë shumë sepse kemi se çfarë të humbim realisht në këtë rast dhe kemi se çfarë të fitojmë. Se në rast që bashkëpunojmë, atëherë duhet ta fitojmë këtë tendencë të shërbimit sekrete slave, realisht ruse dhe serbe, që ju është bërë Shqipërisë dhe Kosovës në përgjithësi, popullit shqiptar. Zoti Makolli, ditë e fundit ka pas një debat në Kosovë dhe jo vetëm për një foto, një takim të analistit Necmettin Spahiu me Marko Gjurić. Shumë në Kosovë mendojnë që duhet të ishte thirrur dhe duhet të ishte pyetur nga prokuroria, të tjerë mendojnë që duhet të ishte arrestuar. Ju si mendoni? Profesori i respektuar zotri Necmettin Spahiu është thirrur në një konferencë, e kuptoj unë, në Beograd, nuk e di me çfarë teme. Si analist ka mund të shkoj në Beograd, por takimi me Gjurićin është në një pjesë tjetër, paraqet një pjesë tjetër për shkak se Kosova realisht është në gjendje lufte me Serbinë, edhe pse qytetarët tonë jetojnë, veprojnë, punojnë çdo ditë, por mendoj që që mendoj unë, po e din të gjithë aktorët e sigurisë që Kosova dhe Serbia në gjendje lufte dhe në përmosat e tilla që ka kriju profesori Necmettin Spahiu, unë mendoj që është dashur të mirën pyetjen nga AKI me po ashtu edhe nga prokuroria speciale, se në çfarë cilësie ka qenë në vizitë dhe çfarë është biseduar. Thjesht dhe të po ashtu të dalin me një hapje të dosjeve edhe AKI, edhe prokuroria, edhe Shteti i Republikës Kosovës. Hapje të dosjes së kujt? Dosjet duhet hapen jo vetëm nëse ka, po folëm thojza nëse ka për Necmettin Spahiun, po për gjithë ata të cilët kanë bashkëpunuar dhe kanë punuar për shërbimin e UDB-s në të kaluarën, dhe në ish Jugoslave dhe më pastaj serbe, dhe të cilët ne si qytetarë i Republikës Kosovës dhe si njohës të sigurisë pak a shumë kemi një ori se kush ku punon, por mendoj që është mirë të hapen dosjet, të ngriten pa ditë nga prokuroria dhe ata persona të arrestohen dhe mos të japëm hapësirë manovrimi në tokat tona
si në Kosovë, po ashtu në Shqipëri, sepse ka njerëz të tillë edhe Shqipëria dhe mendoj që rolin kyç në finale ka shërbimi informativ i Shqipërisë, të cilët duhet t'i hap dosjet dhe t'i tregon se kush janë ata bashkëpunëtor, sepse një lloj të tillë bashkëpunimi mund ta kenë ata të cilët punojnë sot në Shqipëri dhe në Kosovë, në bashkëpunim përbashkët për interesat të shërbimeve sekrete sërbe. Zoti Makolli, çfarë vakumi lë tek siguria fakti që qeveria e Kosovës ende nuk është formuar, nuk kemi konstituimin e kuvendit, 18, 17, 18 seanca kanë dështuar, por edhe të qeverisë së re që duket se edhe maj do mbyllet kështu, për qershorin s'dim, por skenaret ja që mund shkojë deri në vjesht. Sa rrezikon në aspektin e sigurisë kjo hapësirë? Vakumi institucional në Republikën e Kosovës shkakton probleme edhe tjera politike, por edhe gjeostrategjike. Ndërsa problemeve për shkak të sigurisë nuk kem, për shkak se kem njerëz profesional, si në polici edhe në OKI edhe në organet tjera të sigurisë, por sidoqoftë është një vakum i cili nuk është i mirë për Republikën e Kosovës, nuk është i mirë për qytetarët e Republikës Kosovës dhe për ekonominë, socio-ekonominë, për shkak se ne kemi sot inflacion maksimal në Republikën e Kosovës. Po ashtu kemi ngritjen e çmimit në 16% të rrymës elektrike, që është në 16%, por në rast që kalohet ajo 800 megawata, sa është kilovat, më falni që kalohet, më pastaj hyp dikon 32%, që unë mendoj që nuk është dashur të ndodhë, edhe i bëj thirrje po ashtu qeverisë, të cilët është në detyrë të merr hapa nga më të ndryshme që të parandalon zërrejin për të parandalon që të fakturohen qytetarët të Republikës Kosovës këtë 16%, për shkak se qytetarët kanë ndëruar shumë dhe mendoj që është ardhur koha dhe është ardhur kulmi në çdo gjaje që të ndalohen inflacionet e ndryshme të parregullta, se realisht ne në kohën e kaluar kemi parë se si është qeverisur, kemi rregull se si është vjedhur kuleta e qytetarit, sepse kuleta portofoli i shtetit është portofoli i qytetarëve të Republikës Kosovës. Mos të arsyetohemi më as nga kjo qeveri që është në detyrë dhe mos të arsyetohen edhe ata që do të vinë të ardhmen, kush do të jetë kryeministri do të shohim, që ata kanë vjedhur dhe ne po punojmë, e tash nuk po mund të realizojmë ato se kemi pengesat që ata kanë vjedhur. Kemi rregull është kjo punë, nëse kanë vjedhur në ngritën pa di, në të shkojnë para prokurorisë, në të ngritën pjesë tjera të aksioneve të cilët kanë ata ose pasuritë e tyre në ngrihen dhe deri në zhvillimin e procedurave gjyqësore të mos lejohet të kenë pozita ndërqeveritare ose qeveritare dhe të bllokohen, por jo të thonë ata kanë vjedhur dhe ne sot nuk po mujmë për shkak se ata kanë vjedhur. Stop kësaj propagande, i them publikisht, stop, sepse nëse kanë vjedhur ata, atëherë ju lutem, oni pa di, çon në organet e gjyqësisë dhe të shikojmë kush ka vjedhur. Tek e fund nëse nuk dëshironi të çoni në organet e gjyqësisë, atëherë organet ndërministrore e dalin me dokumenta dhe të dihet kush se çfarë ka vjedhur të bëhen publike dhe nëse si shtojnë këta tani më që kanë vjedhur ata të tjerë, nëse në gjyqësi nuk do të kemi procese gjyqësore, atëherë populli ne ta dinë se kush ka vjedhur dhe besoj që do të i hakmerret në të ardhmen. Por institucionet duhet krijohen. Unë mendoj që bllokadat e tilla nuk është dashur të ndodhur, si nga opozita, po ashtu edhe nga opozita, për shkak se si tjetë Albulena Haxhiu, zonja Albulena Haxhiu që është edhe ministër në detyrë e drejtësisë,
për mua është një person i respektuar, por në rast që nuk ju merr rresht 18 herë nuk votohet, atëherë një lojtar i cili 18 herë nuk zhvillon lojën brenda lojrave sportive ose futbollit kudo që paraqitet në çfarë lamie sportive, atëherë duhet ndryshohet. Opozita po thot, hekne këtë person, birne një person në parlamentit, sikur si çfarë kanë thënë për Shqipe, zonjën Shqipe Selimi, pse mos të futet edhe Shqipja, edhe ajo është gjinisë femërore. Edhe ka qenë në institucione në parlament ka qenë që sa kohë. Dhe besoj që edhe ajo i plotson kushtet. Një lojtar që nuk arrin 18 herë, atëherë s'poku edhe njëherë ta aprovojnë dhe pjesën tjetër ose zonja Bugujevci ose zonja Shqipe Selimi në dalin dhe të shikojmë se apo votojnë. Dhe ne zhbllokohet parlamenti, me pastaj të shikojmë se kush i merr votat për kryeministër, ne zhvillohen. Por kjo është mendoj është një sulm ndaj qytetarëve, nga këta deputet, nga këto parti politike. Sulm psiqik, ose terror psiqik e quaj, kështu për shkak se 18 seanca mos me arrit me votu një kryetar parlamentit sinqerisht marrë për të gjithë deputet, pa marrë parasysh janë të opozitës ose të pozitës, është shumë marrë për ta, se unë po tisha në vendin e tyre si deputet, i kisha kërku falje popullit dhe do të kisha jap dorëheqje si në deputet dhe do të isha largu nga grup politik. Thjesht është një diçka që do të kenë lloj moral personal. Zoti Makolli, ju lutem për ta mbyllur, më jepni një koment për raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm të Kosovës, por edhe të Shqipërisë, ne një jemi, por duket se me të dy situata nuk është, me të dyja qeveritë situata në aparencë nuk duket aq e mirë, sepse raportet me Kurtin, por në krahun tjetër edhe në Tiranë ende s'kan pritur një urim për fitoren e zgjedhjeve, por edhe ato që po ndodh me fuqitë e tjera, me rolin e Turqisë në rritje, si shikoni Macronin, para gjithë të, më bën një lutem një ekspoze. Marrëdhëniet kombit shqiptar, realisht dy qeverive tona shqiptare, të cilat janë, mendoj që Amerika nuk i ka të këqija, janë marrëdhënie çdo ditë të cilat zhvillohen, por realisht Donald Trump, presidenti amerikan, është përqendruar në dy pjesë, atë pjesës ekonomike ose interesit ekonomik amerikan, dhe pjesën tjetër është se ku do dominojë Amerika, dominimi amerikan. Ne kemi pjesën tash të Ukrainë, që janë bisedime intenzive mes Donald Trump dhe Putinit, për shkak luftës në cilën kanë Ukraina me Rusinë. Dhe po ashtu kemi në luftrën që është zhvilluar Izraeli në Gaza, në shtetin palestinez. Dhe për mua është shumë e gabueshme kjo luftë. Luftrat gjitha janë gabueshme, për shkak që do të pjesën diplomacisë ka mundësi që zhvillohen dhe ka mundësi të zgjidhen çështjet problematike. Por rolin kyç momentalisht e ka Donald Trump ja ka jap në Turqisë, ne kemi parë edhe në Saudinë Arabi, në pjesën e Saudisë Arabi që është, kemi parë vizitën e Donald Trump, se si është zhvillu, po ashtu është zhvillu një takim me atë kokën të cilën sa milion i jep ka Amerika për ta zënë, dhe Donald Trump e priti në takim me presidentin e Sirisë, edhe kjo ndodh për shkak se këtu ka rol kyç ka Turqia. Realisht ne kemi po presidentin Erdogan që është në moshë,
kogja shumë, ende qëndron fizikisht, kënë rregull, por Turqinë momentalisht është udhëheq dikush tjetër, e të cilën Erdogan ja ka jep epitetin kryesor atij personi. Ajo është Fidan Hakan, ministri i punëve të jashtme ose ish shefi i shërbimit sekret turk. Dhe një rol ky që ka luajtur ushtria turke në luftën në Siri, ku forcat speciale turke e kanë liruar Sirin nga diktatori Assad. Ju thoni që SBA e njoh rolin e Turqisë në Siri, do ta njoh edhe në Ballkan, do i dorëzojë edhe Ballkanin. Ajo që ne kemi diskutuar. Unë kam thonë më herët, por Ballkani është realisht i dorëzuar nga Donald Trump tek Turqia. Këto është një pengesë tek evropian nuk dëshirojnë ta pranojnë një gjë të tillë për shkak të Greqisë dhe Çipros, por Donald Trump e ka këtë punë ka përfunduar me Turqinë dhe ne kem që bazat turke ushtarake, ushtria turke është në Siri, tokat e Sirisë. Dhe nuk kem se çfarë të folëm. Sot kemi edhe në Kosovë patrollime shtim të forcave të ushtrisë turke në Kosovë, po ashtu shtim të armatimit. Te kjo do ndalesha, çfarë do të thotë kjo për botën shqiptare? Roli i ri i Turqisë, i forcuar. Unë mendoj që ne pa marrë parasysh interesave tona në cilët kenë bazë teknologjisë dhe pjesës tjetër të armatimit me Turqinë, ne do të përqendrohemi që të kemi atë fazën vetanake, që t'jem njerëz që mujmë i përballu disa gjëra, çush kemi përballu në të kaluarën, të blejmë armatim, por mos të kërkojmë të përkulëm para asnjë personi, që ndrojmë besnik ndaj vetvetes mas pare. Dhe kjo është një problematik që sot mungon tek institucionet bardh shqiptare, tek liderët tanë politik, dhe po ashtu tek njerëzit të cilët mirën me pjesë sigurisë. Dhe besoj që kjo është e mirë realisht, që ne e kuptojmë, kemi armiq, ne kemi Serbinë, Shqipëria ka Greqinë, edhe ne i kuptojmë këtë rrethon, por ne do të forcohemi dhe t'i tregojmë që ne këtu sundojmë ne. Jemi miq, në rregull, por populli shqiptar është populli shqiptar. Mos ja shtrim kokën kurkuna si çfarë kur erdhi Erdogan dhe u desh me hek pustin e Skënderbeut nga pjesat e zyrëve të kryeministrisë apo presidentit më mbulume, ajo për mua është një çmim shumë i madh. Dhe unë personalisht dhe mendoj një shqiptar që ka një krenari kombëtare nuk do ta bënte. Por kemi edhe ASN-c për interesat tyne personale, familjare, grupore, politike, bëjnë një gjë të tillë, edhe ja që ndodhen gjërat e tilla kur kemi njerëz që nuk kanë krenari kombëtare. Duke uruar që kjo verë jetë e qetë, unë të falenderoj shumë për bisedën Murat dhe për ekspertizën tuaj, për dëshifrimin e asaj që po ndodh në rajonin tonë dhe më gjërë. Ju falenderit, por besoj që vera çdo herë ka më shumë punë. Pranë vera më shumë punë, sepse koha është e mirë dhe ne duhet të shërbejmë atë dhejut tonë si në Shqipëri, si në Kosovë, sepse Kosova e Shqipëria. Nuk e di se kur do të vija e ditë që të kemi edhe unë, edhe çdo shqiptar pasaportet shqiptare, edhe pse me ligj në takon, çdo shqiptar që dëshmon që është shqiptar, në bazë kushtetutës në takon, por nuk e di nga kush po pengohet ky proces dhe mendoj që është dashur të bëjnë me dije si presidentit Zotri Begaj të Republikës Shqipërisë dhe kryeministrit Edi Ramës dhe kushdo tjetër që është,
që populli, çdo qytetar shqiptar, kudo që t'jetë pajisën me pasaportë shqiptare, sepse ne pe eliminojmë vetveten tonë nga bota dhe interesi tonë kombëtar. Ju falenderit dhe shpresoj dhe besoj që të takohemi në ditën e vijim. Duke uruar që kjo kërkesë vjen në veshin e qeveritarëve këtu, unë falenderoj shumë Murat për bisedën. Shumë respekt, falenderit nga ju, fitore për ekipin e Shqipërisë. Ne jemi me ta dhe mburrëm me ta fitore dhe jemi së bashku.